Mirë se erdhët në Dritare Televizion. Kjo është lëndina e Vuthajt, ku eca vitet shkuara me profesor Recep Qosjen. Aso kohë përgatiteshim për dokumentarin e jetës ti, e 80 vjetorit. Punuam bukur edhe gjatë. Bëm më të mirën, por e mira s'ka fund kur. Megjithatë, unë nuk do harroj asnjëherë çdo fjalë të bukur, të mençur, njerëzore, që më shoqëronte ndërsa punonim. Siç më ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës që qyshkure kam njohur, dhe e kam njohur vitet shkuara në intervistën tonë të parë për Radio Televizionin Publik Shqiptar. Dhe nga ajo intervistë e parë deri në të fundin për Dritare Televizion, ky portret me këto syze, me atë buzëqeshje fantastike të madhe dhe me zemër të madhe, gjithashtu, më ka dashur dhe e kam dashur. Kështu që unë sot kam dhimbje kur them pushofsh në paqe, profesor. Ai ishte gjyshi Valjetit, ishte profesori im, ishte profesori juaj, ai ishte shqiptari i madh dhe i mirë, ai ishte atletari i arzakonshëm, ai ishte gjuhëtari i rrallë, ai ishte udhëheqës morale, ai ishte njeri. Kjo është më e rëndësishmja. Kur i rikthehem dokumentarit që përgatitëm për Recep Qosjen, kujtoj sa bukur flisnin njerëzit për të, sa njerëzishëm, sa pa filtra, sa me dashuri, sa normalisht flisnin njerëzit, sepse ai në thelb ishte një njeri normal, modest. Kështu edhe iku, siç jetoi. Se duan tani të gjejnë patjetër pse ai thatë mos më vi njeri, se kishte inat atës, dhe nuk kishte inat njeri Recep Qosja. I donte të gjithë, mbi të gjitha donte shqiptarin. Por ashtu siç ishte një natyrë modeste në thelb, që nuk kërkonte broritje, dekorata, nuk kërkonte asgjë, kështu donte të mos ju merrte njerëzve asnjë orë, asnjë ditë, asnjë fundjavë, mos u shkaktonte asnjë problem, por të ikte normalisht, të ikte qetësisht me të dashurit e zemrës me njerëzit e tij. Edhe pse ai kërkoi të ikte në këtë mënyrë, nuk është e thënë që institucionet janë të ndaluara ta respektojnë dhe e bën që sot nisi në Kosovë dhe në Tiranë, u mbajt 1 minutë zi në kuvendet tona në një mënyrë natyrale. Është e natyrshme që të çohemi në këmbë, të mbajmë 1 minutë zi nëpër institucionet tona për Recep Qosjen, sikundër nuk është ndaluar për askënd që edhe pse nuk që i ftuar në përcjelljen e tij të fundit, të shkoj afër banesës fundit dhe ta mbuloj me lule atë vend ku zgjodhi të pushoj. Recep Qosja rilindasi ynë i fundit, sepse ai e meriton në të gjitha kuptimet këtë frazë. Unë e kam intervistuar shpesh, kam pasur fatin e jashtëzakonshëm dhe nderin e madh të jem intervistuesja e tij e zgjedhur, dhe kjo më bën mua të ndjej mirënjohje dhe krenari të madhe, sepse ishte vështirë që ai të vendoste dhe të pranonte të intervistoje vetëm prej teje. Ka shumë interviste, ka folur në vite, por po flas për këtë periudhë kohe, që pas 95-ës, pas 98-ës, më fal, e këndej. Kur morë intervistën e parë në RTS, në 98-ën e mandej deri në e fundit është në 2025-ën. Ja, këtu jam me niprit e tij, me pastarësit, me Valjetin e jashtëzakonshëm, po janë dhe djemt, janë vajza, mbesa dhe nipi tjetër, por unë marrëdhënien më të fortë e kisha me Valjetin, është vllai i saj, një tjetër shqiptar i madh, sepse ajo familje nxori njerëz të mëdhenj, ajo trev ka nxjerr shqiptar të mëdhenj, dhe krenaria më e madhe është Recep Qosja. Jam me prekur sot edhe kam vështirë të flas. Të gjithë ikim, vjen një ditë edhe ikim. Dallimin e bën a ikim në mënyrë njerëzishme, a ikim si njerëz, a kujtohemi me buzëqeshje apo kujtohemi me besti. E ai kujtohet dhe do kujtohet gjithmonë me buzëqeshje, me dashuri, për thjeshtësinë e tij, për modestinë, për njerëzillikun, për faktin që ishte udhërëfyes pa të bezdisur. Sepse kur ai të tregonte rrugën, ty të duket sikur në fakt ti e dije rrugën, sepse ai nuk ndërhynte duke të treguar që ishte ai që po ta tregonte.
I tillë ishte Recep Qosja. Të doja tani, dokumentarin mund ta shikoni, është në Dritare Televizion, intervistat e tij janë kudo. Në Dritare Televizion janë me zërin e tij, me zërin e tij të ngrohtë. Kur ai të merrte në telefon, zëri i tij ishte i ngrohtë. Mesazhet e tij ishin të dashura. Mesazhi i tij i fundit për mua është për nënën time në 4 prill. E pra ai iku me mendjen vend. E kishte zemrën dhe mendjen vend për të ngushëlluar një njeri që kishte humbur jetën 5 minuta pasi ajo e përcolli për në banesën e fundit. Më thënë, këtë prill i cili vërtet më duket që më ka marrë njerëz të dashur, më ka marrë nënën, sot mora vesh se ai u nda nga jeta në një tjetër ditë prilli, edhe u nda nga jeta në ditën dhe muajin e librit. Kjo është një tjetër shenjë, sa i përkiste përgjithmonë librave edhe gjuhës sonë, shqipe sonë të mrekullueshme. Prekem shumë kur shikoj portretin, nuk e di, në fakt nuk mendova, nuk doja të prekesha, nuk dola që dalet të prekem, as më pëlqen ta bëj këtë gjë, më pëlqen të flas dhe ta tregoj, siç e kam njohur. Do doja të kujtoja çdo moment si e kam njohur Recep Qosjen, sepse ndjej nevojën e jashtëzakonshme që ta dinë të gjithë, dhe mendoj që kam bërë shumë pak, nuk kam treguar sa duhet, jo për autoritetin moral që ai ishte, jo për shkencëtarin e gjuhës, jo vetëm për intelektualin e madh, jo vetëm për rilindasin, por edhe për njeriun. Unë do të flisa për njeriun, për kujdesin e tij për gjërat e vogla, për nevojën që kishte të kujtonte, të kujdesej për fëmijën tënd, për çantën, nuk e kam haruar kur çantën e vogël që i dha si me bie. Një mrekulli se si të dhuroj një çantë, unë e dhurova me fëmijë tjetër, me porosin kujdes është Recep Qosjes, me raku i tij madh, që të ndihesh e mirë, që ti të ishe mirë, që ta kishe pirë çajin, që të ishe rahat, që kur ishe në Prishtinë ai të priste të përcilte, që intervistat kishte dalë mirë, që të mos ishe lodhur, çdo gjë e tij ishte njerëzore, jashtëzakonisht njerëzore. Dhe sa ato gjëra të mëdha të bësh në jetë, në thelb ti kujtohesh për gjërat e vogla. Ato që të bëjnë njeri, ato do bëjnë që të kujtohesh nga njerëzit. Pastaj puna jote bën vetën dhe për ato do të kujtojnë brezat tjerë, ata që s'të kanë njohur. Ndërsa ata që të kanë njohur do të kujtojnë për gjërat e vogla që ti bëje, për kujdesin e jashtëzakonshëm, njerëzor, për fjalën, për mënyrën se si të rrethon me kujdes që e kishte Recep Qosja ynë. Mund ta them me plot gojë, ishte yni. Libri i fundit që lexova prej tij këtu është me vllajin, duke ecur aty në shtëpinë e lindjes, në vendin e lindjes, 2 vëllezër të mëdhenj, 2 vëllezër të jashtëzakonshëm, që i takova për herë të fundit në Prishtinë, në korikun e shkuar, kur u nda nga jeta vajza e profesor Qosjes. U takuam, më përqafuam, më përshëndetën, edhe në një farë mënyrë ndjeva, dhe prandaj do të shkoja patjetër në ndarjen nga jeta të vajzës, se në një farë mënyrë më ngjante sikur ishte edhe mundësia e fundit për ta takuar profesorin. Në një farë mënyrë ndjej që ai do ikte mbas kësaj. Edhe profesor Pullum Xhufin e takova, edhe ai kishte shkuar në përsjelljen e vajzës profesorit. Ai është gjithmonë aty kur një intelektual i jashtëzakonshëm, një njeri i jashtëzakonshëm, Pullum Xhufi, i cili flet për profesor Qosjen në këtë dokumentar, dhe është gjithmonë aty për të folur në vendin e dur për njerëzit e dur. Libri që lexova i fundit i profesorit është Për lirinë, të vërtetën dhe të drejtët, një përmbledhje e shtëpisë botuese e Toena, një shtëpi botuese e rëndësishme për profesor Recep Qosjen, shumë e lidhur me figurën e tij, me librat e tij, shumë të lidhur, Fatmir Toçi dhe Irena, jashtëzakonisht të lidhur, jashtëzakonisht të dhënë pas profesorit dhe ai shumë i lidhur me ta. Ky ishte libri i fundit, që ishte një farë mënyrë një përmbledhje e gjithçkaje, jo e gjithçkaje, po e diçkaje të bërë në vite për ta lënë si letër të fundit, si mesazh të fundit, si amanet të fundit, dhe përmbledhja është bërë e tillë dhe është bërë prej tij. Ai ishte skrupuloz për të zgjedhur me kujdes çdo gjë, kishte një kujdes jashtëzakonshëm për të zgjedhur çdo gjë me kujdes, që bashkë me Valjetin, të dy bashk, të pandar, ishin aty për të bërë gjërat siç duhet, për të bërë gjërat mirë. Ja ndjej peshën e humbjes Valjetit, por ai te Valjeti, te vajzat e tij, te nipërit e mbestat e tjerë, ai ka lënë
shumë çka nga vetja. Ai ishi shpërndar ndër njerëzit që e deshën, për këtë jam e sigurt. Asnjëherë nuk shuhesh, asnjëherë nuk mbaron. Ti je diku aty, diku këtu. Janë njerëzit që